Familja e veprimtarit Haki Imeri ka reaguar ashpër pas zhvillimeve të fundit politike në vend, duke akuzuar partitë opozitare se janë bashkuar kundër kryeministrit Albin Kurti dhe votës së lirë të qytetarëve. Në reagimin e tyre thuhet se PDK, LDK, AAK, Nisma dhe Lista Serbe janë bërë një aleancë jugoslave kundër shtetit të Kosovës, ndërsa kritikohen se në emër të shtetit ligjor mbrojnë krimet dhe pasurinë e palishme. Familja Imeri akuzon këto parti se flasin për kushtetutën e për Kosovën, por punojnë për Beogradin duke shtuar se ka marrë fund koha e pazareve për Kosovën. Në vim, shkrimi i plot, miq, ndodhi ajo që pritej, PDK, LDK, AAK, Nisma dhe Lista Serbe më në fund të bashkuan edhe në kuvend, të gjithë kundër një armiku të përbashkët Albin Kurtit dhe votës së lirë të shqiptarëve. Opozita shqiptare është bërë një me Listën Serbe për ta luftuar Kosovën. Kjo është një aleancë tipike jugoslave, një bashkim vëllazëror politik kundër shtetit të Kosovës në emër të shtetit ligjor. Ata mbrojnë çdo gjë përveç shtetit të Kosovës, mbrojnë krimet, pasurinë e palishme dhe vetveten nga drejtësia. Në emër të unitetit janë bashkuar kundër unitetit ton. Në emër të paqes, mbjellin krizë, në emër të patriotizmit bashkohen me armikun kundër vëllezërve të vet, kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Në emër të padrejtësive luftojnë drejtësinë. Në emër të luftës, zhvatin shtetin me 10 metoda përfshirë dhe përmes veteranëve të rem. Për një gjë nuk na sqarojnë. Pse e shtiren pro-Amerikës dhe nuk tregojnë pse janë në listën e zezë amerikane? Aty gjenden dhe partnerët e tyre serb të koalicionit, janë bërë mbrojtës të interesave të huaja, përfitues të luftës dhe të paqes patriot të rem. Kritikën e kanë shndruar në propagandë, në linçim, në luftë kundër votës së sovranit, duke harruar se sovrani nuk i do më. Flasin për shtet, por nuk e durojnë dot shtetin. Flasin për kushtetutë, por e lexojnë vetëm kur u konvenon. Flasin për Kosovë, por punojnë për Beogradin. Prandaj, ne e themi qartë dhe pa më dyshje, Kosova nuk ndahet, Kosova nuk jepet. Ka marrë fund koha e pazareve. Mbyllet reagimi në rrjetet sociale i familjes Imeri.